shumë më tepër të vlerëson pacienti dhe njeriu thjesht, po shumë më tepër, e ta di për nder një jetë, se sa strukturat që duhet të vlerësojnë. Në fund të karrierës, ti pret një mirënjohje. Dakor? Në fund të karrierës, unë kam për të punu... Nuk mbaron kur karriera e një profesionisti kur. Ti pret një mirënjohje, pret një... Në shkallë europiane më ka dhënë një award, një çmim karriere, që do ta marr, nuk mund ta them më gjatë, sepse do ma japin fizikisht çmimin kur të jem në Kongresin e Neurologjisë, pra ka menduar Europa. Dhe është një vlerësim, vetëm 13 vete kanë marrë përpara, unë jam me 14 në rang europian, pra kujtohen. E nuk kanë lidhje me moshën fare, se kanë marrë dhe tjerë që po punojnë akoma. Çmim karriere do thotë që ti ke bërë një gjë që i ke rënë sy. Ke dhënë kontribut. Në Shqipëri nuk bjen sy. Në Shqipëri do me thënë, okej. Po se disa punojnë se duhet punojnë, dhe duan të punojnë, dhe nuk din gjë tjetër. Disa janë më të sipërfaqshëm edhe. Unë them që gjithsesi puna nuk shkon kot.